Por mua Eduino paraqitet një sfidë, kënaqësi, sepse bëra diçka për gjithë shtetin. Kontinuitet. Ishte ajo e cila na mundsoi ne të vazhdojmë procesin edukativ arsimor në përshtëpitë e nxënësve. Është një dritare virtuale për të takuar me nxënës. Për mua, Eduino paraqit një shkollë. Është shkollë në distancë. Platformë për të mësuar. Eduino është një histori në veti tash. E ka menduar se si të arritë ata. Nuk ka shtëpi pa familje, pa antar të familjes, po dhe nuk ka shkollë pa nxënës. Kur paraqit platforma Eduino, unë me plot dëshirë dhe me krenari të madhe kam bërë videoincizimet. Videoincizimin e parë kam filluar me 23 mars dikund. Neve, si mësimdhënës, na u lehtësua një pjesë e barës që e kishim. Pasi nëpërmjet të saj ne mundeshe të ndihmojmë nxënësve që ti përvetsojnë më tepër njësitë mësimore dhe ti kuptojnë më mirë. Është koha e mësimit në distancë, online si thonë. Edhe duhet të punojsh sa më shumë me fëmijët. Pasi ata fëmijë janë ardhmëria jonë, edhe për ne, si prind, si mësues, si profesor. Ata janë ardhmëria jonë. Edhe ne duhet të punojmë për ardhmërinë, për atë jemi këtu. Puna me fëmijët është kaq e përditshme dhe kërkuese, por njëkohësisht edhe e këndshme. Kjo më bën unë ende edhe në këtë moshë të jem pothuajse gati si ai që kam qenë me 1 shtator të vitit 1983. Na mungojnë shumë bile tash. Ne jemi mësuar me zhurmën e tyre, me ato çapkëllëqjet e tyre, të cilët neve na mungojnë. Prandaj, fëmijë, nxënës, kudo që jeni, neve na mungoni, pasi ne, pa ju, nuk do të ishim këtu.